Vetëm ai e di për katastrofën për kiametin. Asnjë frut nuk del prej vlevozhgës së vet dhe asnjë femër nuk mbart e as nuk lind pa dijen e tij. E ditën kur ai thret ata se ku janë ata që më bënit shok, ata thonë: "Ne të kemi njohur ty, nuk ka ndonjë prej nesh që dëshmon se ke shok." Dhe humb prej tyre ajo që më parë adhuronin, e binden se ata nuk kanë shpëtim. Njeriu nuk lodhet prej kërkesës për mirë, e kur atë e godit e keqja, ai keqësohet shumë dhe humb shpresën. E nëse pas të këqijave që e godit, ne i japim të mira nga ana jon, ai me këmbëgulje do të thotë: "Këtë e kam arritur vetë, këto do ta kem gjithnjë, e nuk mendoj se do të bëhet kiameti, po edhe nëse do të kthehem te Zoti im, unë te ai do të kem edhe më mirë." Ne patjetër do t'i njoftojmë ata që nuk besuan për atë që punuan dhe do t'u japim të përjetojnë dënim të rënd. Dhe kur e bagëtojmë njeriun, ai nuk falendron dhe largohet, e kur e godet e keqja, ai përullet dhe lutet shumë. Thuaj, më tregoni nëse ai Kurani është prej Allahut e ju e mohuat atë, kush është më i humbur se ai që është në kundërshtim të fortë? Ne do të bëjmë atyre të mushme që të shohin argumentet tona në horizonte dhe në veten e tyre deri që të bëhet e qartë se ai, Kurani, është i vërtet. A nuk mjafton që Zoti yt është dëshmitar për çdo gjë? Vini re, ata janë në dyshim për takimin me Zotin e tyre, me botën tjetër, e ta dini se ai ka përfshirë me dijen e vet çdo send. Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Ha Mim Ain Sin Kaf. Allahu fuqiploti i gjithdijshëm kështu këto ajete të shpall ty dhe atyre që ishin para teje. Vetëm e ti është çka në qiell dhe çka në tokë dhe ai është mbizotëruesi i madhëruari. Qiejt e lartë mbi ta ose qiejt njëri mbi tjetrin gati pëlqasin nga madhëria e Zotit ose nga thënjet e çoroditura të idhujtarëve, ndërkaq engjëjt vazhdimisht madhërojnë, bëjnë tesbih, duke falendruar Zotin e tyre dhe kërkojnë falje të mëkateve për ata besimtarët që janë në tokë. Ta dini se Allahu është ai mëkatfalësi, mëshiruesi. Allahu është përcjellësi atyre që pos ti adhurojnë zota të tjerë. Ti, o i dërguar, nuk je obliguar ndaj tyre. Prandaj ne të shpallëm ty Kur'an arabisht që ta këshillosh krye fshatin Mekën dhe ata përreth saj dhe të tërheqësh vërejtjen për ditën e tubimit, kiametit, për të cilën nuk ka dyshim, një grup për në xhenet kurse një grup për në zjarr. Po sikur të kishte dashur Allahu do t'i bënte ata njerëzit një popull të një feje, por ai shtije në mëshirën e vet atë që do, atë që me vullnetin e vet pranon rrugën e drejtë, e jo besimtarët nuk kanë mbrojtës as ndihmës. Përkundrazi, ata zgjollën mbrojtjes posa atij, po vetëm Allahu është ai mbrojtësi dhe ai ngjall të vdekurit dhe ai ka mundësi për çdo send. Për çdo send që nuk pajtoheni, gjykimi për të është Allahu. Ai, gjykatësi i famshëm, është Allahu, Zoti im, vetëm atij jam mbështetur dhe vetëm atij drejtohem. Ai është krijues i qiejve i tokës, nga ai lloji juaj krijoi për ju bashkëshorte, edhe nga kafshët krijoi çifte, ashtu që t'ju shumoj. Asnjë send nuk është si ai është dëgjuesi, shikuesi. Të tij janë qelsat e qiejve e të tokës, ai begaton shumë atë që do dhe nuk begaton atë që gjithashtu do. Ai është i gjithdijshëm për çdo send. Ai u përcaktoi juve fe atë që i pat përcaktuar Nuhut dhe atë që ne ta shpallëm ty dhe atë me çka e patëm porositur Ibrahimin, Musain dhe Isain. I porositëm ta praktikoni fenë e drejtë e mos u përçani në të. Për idhujtarët është rënd kjo në çka ju i thirrni ata. Allahu veçon për të, për besim të drejtë, atë që do dhe udhëzon atë që i drejtohet atij. Po ata, vetëm pasi që u erdhe e vërteta, nuk përçan për tjetër, por nga zilia mes tyre, e sikur të mos ishte fjalë vendimi e hershme nga Zoti yt përderi në një afat të caktuar, do të kryej dënimi me ta. Nuk ka dyshim se ata që e trashëguan librin prej tyre, prej të parëve, janë në dyshim të thellë ndaj tij, ndaj librit Tevrat e Injil. E për këtë shkak të përçarjes së tyre, ti thirr dhe përqendrohu ashtu si të është urdhëruar dhe mos shko pas dëshirave e thuaj: Unë kam besuar në librat që i shpalli Allahu, jam urdhëruar të mbaj drejtësi mes jush. Allahu është Zoti ynë dhe Zoti juaj, ne kemi përgjegjësinë e veprave tona e ju të veprave tuaja.
nuk ka polemik mes nesh dhe jush. Allahu bën tubimin mes nesh dhe vetëm te ai është përfundimi. Ata që kundërshtojnë fenë e Allahut pasi që asaj janë përgjigjur njerëzit, faktet e tyre janë të asgjësuara te Zoti i tyre, ata janë të përbuzur dhe ata do të kenë dënim të rëndë. Allahu është ai që e zbriti librin e vërtet dhe drejtësinë. Ti nuk mund ta dish ndoshta çasti i shkatrimit është afër. Ata që nuk i besojnë atij kërkojnë ngutjen e tij, ndërsa ata që i besojnë i frikësojnë dhe e dinë se ajo është e vërtetë. Ta dini se ata që bëjnë polemik duke dyshuar në momentin e katastrofës së përgjithshme janë në një humbje të thellë. Allahu është shumë bamirës për robërit e vet. Ai e begaton atë që do, ai është i gjithfuqishmi gallënjësi. Kush është që dëshiron fitimin e botës tjetër, ahiretin, ne do t'i jashtojmë fitimin e tij, e kush e dëshiron vetëm fitimin e kësaj bote, ne i japim, po në botën tjetër ai nuk ka hise. A mos kanë ata ortak, zota ose idhuj, që u përcaktuan atyre fe, të cilën nuk e urdhëroi Allahu, po sikur të mos ishte fjala vendimtare e Allahut që shpërblimi dhe ndëshkimi të jenë në ahiret, do të kryejë dënimin mbi ta, e megjithatë mohuesit do të kenë dënimin të dhëmshëm. Do të shohësh jo besimtarët të frikësuar nga ajo që vepruan, po ajo do të ndodhë atyre, kurse ata që besuan dhe bën vepra të mira do të jenë në kopshtet e xheneteve dhe ata kanë te Zoti i tyre çka të dëshirojnë, e kjo është ajo dhuntia e madhe. Ajo dhunti konsiston në atë që Allahu jep myshdhe robërve të vet, të cilët besuan dhe bën vepra të mira. Thuaj, unë nuk kërkoj prej jush ndonjë shpërblim për thirrjen time, vetëm se respektin e dashurisë për hir të farefisnisë, akraballëkut. Kush bën ndonjë të mirë, ne i ja shumë fishojmë të mirat. Vërtet, Allahu fal mëkatet është mirënjohës. A mos ton ata se ai, Muhamedi, shpifi gënjesht ndaj Allahut, e nëse dëshiron Allahu ta mbyllë zemrën tënde, pse Allahu eliminon të pavërtetën dhe me fjalët e veta e forcon të vërtetën. Ai është që e di çka ka në zemra. Ai është që pranon pendimin e robërve të vet dhe shlyen të këqijat dhe e di çka punoni. Ai është që u përgjigjet lutjeve të atyre që besuan dhe bën punë të mira dhe nga mirësia e vet u ashton atyre të mirat, ndërsa jo besimtarët kanë dënim të rrept. Sikur Allahu t'ua shumonte begatin robërve të vet, ata do të kalonin kufit, por ai i furnizon me mas që dëshiron, sepse ai është i njohur hollësisht dhe i dijshëm për robërit e vet. Dhe ai është që e lëshon shiun, pasi që ata t'i kenë humbur shpresat dhe ai shtrin mëshirën e vet. Ai është mbikëqyrësi i lavdëruari. Nga argumentet e tij është krijimi i qiellit dhe i tokës dhe shpërndarja e gjallësave në të dyjat dhe ai me fuqinë e tij mund t'i bashkojë kurdo që të dëshirojë. Çfarë do e keqe që mund t'ju godas, ajo është pasojë e veprave tuaja të këqija, e për shumë të tjera ai ju fal. E ju nuk mund t'i ikni, ta mposhtni dënimit në tokë dhe përveç Allahut nuk keni as mbrojtës e as ndihmës. Dhe nga argumentet që dokumentojnë fuqinë e tij janë anijet lunduese në përdet si të ishin kodra. Nëse do ai e ndal erën dhe ato ngelin të palëvizshme mbi sipërfaqen e ujit, s'ka dyshim se këto fakte ekzistojnë për secilin durimtar e mirënjohës. Ose i përmbyt ata për shkak të asaj që vepruan, e për shumë të tjera ai i fal. Ata që i kontestojnë argumentet tona, le ta dinë se nuk kanë shpëtim, nuk mund t'i shmangen dënimit. Çka u është dhënë nga ndonjë send, ajo është kënaqësinë e këtë botë, e ajo që është Allahu është shumë më e mirë dhe e përjetshme, por për ata që besuan dhe që vetëm Zotit të tyre i mbështeten. Dhe ata që u shmangën mëkateve të mëdha e të shëmtuara dhe kur hidhërohen ata falin. E ata që i përgjigjen thirrjes së Zotit të tyre dhe falin namazin rregullisht dhe ata që konsultohen mes vete për punë të përbashkëta, e nga ajo që ne u japim ata e shpërndajnë. Dhe ata që kur i godet e padrejta i kundërvihen. Dëshkimi të keqes bëhet me një të keqe në të njëjtën mas, e kush fal e bën pajtim, shpërblimi i tij është tek Allahu, vërtet ai nuk i do zullumçarët. E kush hakmiret për padrejtësitë që i janë bërë dhe të tillëve nuk ka ndonjë përgjegjësi. Përgjegjësia, dëshkimi është vetëm kundër atyre që u bëjnë njerëzve padrejt dhe kundër atyre që pa far arsye bëjnë çrregullime në tokë.
për të tillët është një dënim i dhëmshëm. Kush bën durim dhe fal, s'ka dyshim se ajo është virtyti më i lartë, i lavdishëm. Atë që Allahu e le të humbur, për të nuk ka ndonjë ndihmës tjetër post tij. Do të shohësh zullumçarët që, kur të vërejnë dënimin, do të thonë: a ka ndonjë rrugë për rikthim në dynja? Do të shohësh ata duke ju afruar atij zjarrit, të friksuar nga nënshtrimi, se si e shikojnë me bisht të syrit tinëzisht, me një shikim të vjedhur. Ata që besuan do të thonë: vërtet, të humbur në ditën e Kiametit janë ata që e humbën vetveten dhe familjen e vet. Ta dini pra se mizorët janë në dënim të përjetshëm. Ata nuk kanë mbrojtës që t'u ndihmoj përveç Allahut, sepse atë që Allahu e ka humbur, për të nuk ka rrugdalje shpëtim. Përgjigjuni thirrjes së Zotit tuaj para se të vijë një ditë që Allahu nuk e kthen më pasi të ketë caktuar. Atë ditë ju nuk do të gjeni strehim dhe as nuk do të mund t'i mohoni mëkatet. Nëse ata idhujtarët refuzojnë, ne nuk të kemi dërguar ty rojet e tyre, ti ke për obligim vetëm komunikimin. Vërtet, ne nuk i dhurojmë njeriu nga ana jon ndonjë të mirë, ai gëzohet për të, e kur i godet ndonjë e keqe që e ka merituar vet, atëherë njeriu është përbuzës. Vetëm i Allahut është pushteti i qiejve e i tokës. Ai krijon çka të doj. Ai i fal vetëm femra atij që do, e i fal vetëm meshkuj atij që do. Ose u fal çift meshkuj e femra për atë që do, e le pa fëmijë steril. Ai është i dijshëm, i fuqishëm. Nuk ka asnjë njeri që t'i ketë folur Allahu ndryshe, vetëm se me anën e frymëzimit, ose pas ndonjë perdeje, ose t'i dërgoj të dërguar, melek, e ai t'i shpall me lejen e tij atë që do ai. Vërtet, ai është më i larti, më i urti. Po kështu, me urdhërin ton, ne të shpallëm edhe ty shpirtin, Kuranin. Ti nuk e ditur çka është libri, Kurani, as ç'është besimi, por ne atë e bëm dritë me të cilën e vëm në rrugë të drejtë atë që dëshirojmë prej robërve tanë. Në të vërtet, edhe ti udhëzon për në rrugën e drejtë. Në rrugën e Allahut, të cilit i takon çka ka në qiell dhe çka ka në tokë, e ta dini se të gjitha çështjet janë me vullnetin e Allahut. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Ha Mim. Pasha librin, Kuranin sqarues. S'ka dyshim se ne e bëm atë Kuran arabisht në mënyrë që ju ta kuptoni. Dhe se në librin Amz, Levhi Mahfuz, te ne gëzon fam të lartë dhe është plot urtësi. A thua, ne ta lëm këshillimin ndaj ju e t'ju braktisim pse ju jeni popull i shfrenuar? E sa pejgamber kemi dërguar te popujt e lashtë, dhe nuk u erdhe atyre asnjë pejgamber e të mos tallen me të. Andaj, ne i zhdukëm ata që ishin më të fuqishëm se këta dhe shembulli atyre të mëparshmëve është përmendur më parë në Kuran. Nëse ti i pyet ata, kush i krijoi qiejt e tokën, me siguri do të thonë, ato i krijoi i gjithfuqishmi, i dishmi. Ai që tokën e bëri dje për ju dhe mundsoi ta keni rrugën nëpër të, e të mund të orientoheni për qëllimet tuaja. Dhe ai që lëshon nga qielli ujë, shi, me mas, ne i japim me të jetë një vendi të vdekur, ja kështu edhe ju do të nxirreni të gjallë nga varrezat. Dhe ai që krijoi të gjitha llojet, çiftet dhe ju mundsoi të udhtoni hypur në anije ose në kafsh, të uleni mbi to dhe atëherë, pasi të jeni vendosur mbi to, ta përkujtoni të mirën që u dha Zoti juaj e të thoni: falendruar qoftë ai që i nështroi këto për neve, sepse ne nuk do të kishim mundësi ta bënim këtë. Dhe ne me siguri do të kthehemi te Zoti ynë. Megjithatë, pranuan se Zoti është i vetmi krijues, ata i përshkruan atij pjesë, fëmijë nga robërit e tij. Njeriu i tillë një mend është mohues i hapët. A mos ai nga ato që krijoi për vete përcaktoi vajza, kurse juve u dalloi me djem? E kur ndonjëri prej jush lajmërohet me lindje të vajzës, atë që ja pat përshkruar Zotit shembull, fytyra e tij nxihet dhe i zihet fryma. A atë që rritet me stoli e në dialog është i paqartë, ja përshkruajnë Zotit. Edhe engjëjt që janë adhurues të Zotit i quajnë femra, a prezantuan ata krijimin e tyre me lekëve,
dëshmia e tyre do të regjistrohet dhe ata do të merren në pyetje. Ata pastaj thanë, sikur të kishte dashur Allahu, ne nuk do t'i adhuronim ata, as idhujt e as melaiket. Ata nuk kanë për këtë që thonë ndonjë fakt, ata vetëm gënjejnë. A mos u kemi dhënë ndonjë libër para tij, para Kuranit, e ata i përmbahen atij? Jo, por ata thanë, ne i kemi gjetur të parët tanë në këtë fe dhe vazhdojmë gjurmëve të tyre. Ja pra, ne nuk kemi dërguar para teje pejgamber në ndonjë vendbanim që të mos i ketë thënë paria e begatshme e tij. Ne i gjetëm të parët tanë në këtë fe dhe ne jemi të orientuar gjurmëve të tyre. A i tha, a edhe nëse ju kam sjell rrugë më të mirë nga ajo që i gjetët të parët tuaj? Ata thanë, ne nuk i besojmë asaj me çka ju jeni dërguar. Atëherë, ne ndërmorëm dëshkime kundër tyre, e shih si ishte përfundimi i gënjeshtarëve. Përkujto o i dërguar, kur Ibrahimi babait të vet dhe popullit të tij tha, unë jam i larguar prej asaj që adhuroni ju. Përveç atij që më krijoi dhe që ai do të më drejtoj. Dhe ai, Ibrahimi, e la të përjetshme atë fjalë besimin në një Zot, ndër pasardhësit e vet me shpresë që ata të kthehen për rrugës së gabuar në rrugën e drejtë. Por, unë u dhash mundësi këtyre dhe të parëve të tyre të kënaqen derisa nuk u erdhi e vërteta dhe i dërguari me fakte. Por, kur u erdhi atyre e vërteta, ata thanë, kjo është magji dhe se ne kësaj nuk i besojmë. Pastaj thanë, përse të mos i ketë zbritur ky Kur'an një njeriu të mall nga 2 qytete? A thua ata e përcaktojnë mëshirën, pejgamberllëkun e Zotit tënd? Ne kemi përcaktuar ndë ta gjendjen e jetës në këtë botë, ne kemi dalluar disa në shkallë më të lartë se të tjerët që të shfrytëzojnë njëri tjetrin për shërbime, e mëshira, caktimi për pejgamber e Zotit tënd është shumë më e dobishme se ajo që ata grumbullojnë. E sikur të mos ishte që njerëzit do të lakmonin të jenë të një feje jo besimtar, në atyre që nuk e besojnë Zotin do t'ua bënin pullazet e shtëpive të tyre nga argjendi, si dhe shkallën nga argjendi, mbi të cilat ata do të ngriteshin. E edhe dyert e shtëpive të tyre nga argjendi, edhe koltukët mbi të cilat do të mbështeteshin. Edhe stolit të ndryshme, ari e tjera, e të gjitha këto nuk janë gjë tjetër pos kënaqësi e jetës së kësaj bote, kurse bota e ardhshme te Zoti është për besimtarët e ruajtur. Kush mbyll syt para këshillave të Zotit, atij ja shoqërojmë një djallë që nuk i ndahet kurrë. E ata, djajt, do t'i shmangin nga rruga e drejtë, kurse jo besimtarët mendojnë se janë duke i udhëzuar. E kur të vijë ai, jo besimtari, para nesh, do të thotë, atë të kishim qenë larg mes vete sa lindja me Perëndimin, sa shok i keq je ti. Dhe sot, për shkak se ishet zullumqar, shoqërimi juaj nuk do t'ju bëj dobi në vuajtjet tuaja. A mos ti do ta bësh të dëgjoj i shurdhëti ose ta drejtosh të verbërin, apo atë që është zhytur në humje të thellë? E, nëse të tërheqim ty, të marrim jetën ose të shpërngulim, ne patjetër do t'u hakmiremi atyre. Ose mund të bëjmë që ti ta shohësh atë që ne u premtuam, dënimin, ka se ne kemi fuqi kundër tyre. Andaj ti përmbaju asaj që po të shpallet, e s'ka dyshim se ti je në rrugë të drejtë. Dhe se ajo shpallja është lavdat e madhe për ty dhe për popullin tënd, dhe për këtë lavdat më vonë do të përgjigjeni. E ti, pra, pyeti ata të dërguarit që dërguan para teje, a kemi lejuar që në vend të Allahut të adhurohen zota të tjerë? Ne e patëm dërguar Musain me argumentet tona te faraoni dhe rrethi i tij, e ai tha, unë jam i dërguari i Zotit të gjithësisë. E kur u solli ai argumentet tona, ata u tallën me to. Dhe ne nuk u treguam asnjë mrekulli ndëshkuese që nuk ishin më të mëdha se njëra tjetra, dhe ashtu i ndëshkuam në mënyrë që të tërhiqeshin nga rruga që praktikonin. Dhe ata thanë, o ti magjistar, lute për ne Zotin tënd sipas besës që të ka dhënë, të na largoj dënimin se ne po besojmë. E kur u ahoqëm atyre dënimin që ata e thyen besën.
Dërsa faraoni thiri popullin e vet e tha: "O popull imi, a nuk është imi pushteti i Egjiptit, i Misirit, dhe i këtyre lumeve që rrjedhin nën pallatin tim, a nuk po shihni? Pra, unë jam më i mirë se ky qyqar që mezi flet. Përse nuk i janë vënë ati bylyzyk nga ari, ose të kenë ardhur bashkë me të engjëjt shoqërues?" Dhe ashtu ai e friksoi popullin e vet, e ata e respektuan, por ata ishin vërtet popull i shkatruar. Kur ata nxitën hidhërimin ton, ne u hakmorëm atyre dhe i përmbytëm të gjithë. Dhe i bëm ata shembull e përvojë për të tjerët. Kur ju përmend popullit tënd si shembull biri i Merjemes, ata brohoritën. Dhe than: "A janë më të mirë zotat tan apo ai?" Ata nuk të than atë vetëm si polemik, por ata janë njerëz gatërestar. Ai Isai ka qenë vetëm një rob, të cilin e bëm pejgamber dhe e bëm shembull të jashtëzakonshëm si përvojë për Beni Izraelit. Po sikur të duam ne, do të bënim për jush engjëj që do t'ju zëvendësonin në tokë. E ai Isai është parashenja e momentit e kiametit, pra kurse si mos dyshoni në të, në katastrofë, dhe eni pas meje, kjo është rrugë e drejtë. E të mos u pengoj djalli, se ai për ju është armik i hapët. Por kur Isai erdhi me argumente tha: "Erdha te ju me pejgamberllëk dhe erdha t'ju sqaroj atë pjesë që e kundërshtonit, pra kini frikë Allahun dhe më respektoni mua. S'ka dyshim, Allahu është ai Zoti im dhe Zoti juaj, andaj atë adhuronie. Kjo është rrugë e drejtë." Dhe grupet u përçan mes vete, e të mjerët ata që janë zullumqar nga dënimi i ditës së dhëmshme. Nuk presim tjetër ato grupe përveç katastrofës të vi befas duke mos e hetuar fare. Atë ditë shokët e ngushtë do të jenë armiq të njëri tjetrit, përveç atyre që ishin të sinqert në miqësi. Atyre besimtarve që ishin shoqëruar për hir të Zotit u thuhet: "O adhuruesit e mi, sot nuk ka as frikë për ju, as që do të jeni të pikëlluar. Robërit e mi, të cilët besuan argumentet tona dhe ishin musliman. Hyni në xhenet, ju sheh gratë tuaja të gëzuar. Atyre u shërben me enë e gastare nga ari, aty do të kenë çka të dëshirojnë shpirti dhe të kënaqet syri, ju do të jeni aty për gjithmonë. E ky është xheneti që u është dhënë për atë që keni punuar. Aty keni shumë pemë prej të cilave do të hani. Ndërkaq kriminalet janë në vuajtje të përjetshme të xhehenemit. Atyre as nuk u lehtësohet vuajtja dhe aty janë të dëshpëruar. Ne nuk u bëm atyre pa drejtësi, por ata vetë kanë qenë hora. Dhe ata thrasin: "O Malik, le të na e marr shpirtin Zoti yt." Ai thot: "Ju do të jeni aty për gjithmonë." Ne u patëm sjell të vërtetën, por shumica për jush ishit urrejtës të së vërtetës. A mos vendoset për ndonjë çështje grac kundër Muhamedit, por edhe ne kemi vendosur ta ndihmojmë. A mendojnë se ne nuk dëgjojmë ndjenjen e fshehtë të tyre dhe bisedën mes tyre? Po, e dëgjojmë dhe të dërguarit ton, engjëjt përcjellës që janë pranë tyre shkruajnë. Thuaj, sikur mëshiruesi Allahu të kishte fëmijë, unë do të jemi pari adhurues, se unë e di më së miri se ajo është gënjeshtër. Larg asaj është Zoti i qiejve i tokës, Zoti i arshit, nga ajo që ata i përshkruajnë. Po ti lëri ata të zhyten edhe më thellë dhe të argëtohen derisa të arrijnë në ditën që u është përcaktuar. Ai është që në qiell është Allah dhe në tokë Allah, ai është i urti i dishmi. I lartësuar qoftë ai që vetëm i tij është sundimi i qiejve e i tokës dhe çka ka ndërmjet tyre, dhe vetëm ai di për momentin e kiametit dhe te ai ktheheni. Ata që i adhuruan posti nuk mund të ndërmjetësojnë të bëjnë shefat përveç kush dëshmoj të vërtetën e ata e din. Po nëse ti i pyet kush i krijoi ata, me siguri do të thonë Allahu, e si pra i kthejnë shpinën. Zoti e di edhe thënien e tij të Muhamedit,
O Zoti im, këta janë një popull që nuk beson. E Zoti ju përgjegj, hiqu tyre pra dhe thuaj, qofshin braktisur e më vonë do ta kuptojnë. Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Ha Mim. Pasha librin sqarues të së drejtës nga e kota. Ne e zbritëm atë në një natë të bekuar, në natën e begatshme të Kadrit. Ne dëshiruam të tërheqim vërejtjen e njerëzit të jenë të gatshëm. Në atë natë zgjidhe çdo çështje në mënyrë të prerë. Urdhri i përcaktuar nga vetë ne, s'ka dyshim se ne dërguam të dërguar. E zbritëm nga mëshira e Zotit tënd, ai është dëgjuesi i dijshmi. Zoti i qiejve i tokës dhe çka ka ndërmjet tyre, nëse jeni të bindur. Nuk ka Zot tjetër vetëm ai që jep jetë e vdekje, Zoti juaj dhe Zoti i prindërve tuaj të lashtë. Por jo, ata idhujtarët janë në dyshim, janë duke luajtur. Ti pra, pritet ditën kur qielli sjell një tym konkret. Ai tymi i përfshin njerëzit, ky është një ndëshkim i mundimshëm. Ata thonë, Zoti ynë, largoje prej nesh dënimin, ne do të besojmë. Pre nga atyre ajo këshill, ai mësim, kur atyre u pat ardhur pejgamber me argument e nuk besuan. Po, i akthyen shpinën atij pejgamberit dhe i thanë, i mësuar për dikujt i çmendur. Ne do t'ua largojmë dënimin për pak kohë, por ju do t'i ktheheni kotësisë. Përkujto ditën kur do t'i kapim me atë rrëmbimin ton të fuqishëm e do t'u hakmerremi. Ne përpara tyre e vum në sprovë popullin e faraonit dhe i pat ardhur i dërguar i ndershëm. U pat thënë, të mi dorëzoni robërit e Allahut se unë jam i dërguar besnik të ju. E mos bëni mendjemallësi ndaj Allahut, unë sjell argument të sigurt. Unë jam i mbështetur Zotit tim dhe Zotit tuaj nga kërcënimi që të më gurëzoni më mbytni. E nëse nuk më besoni atëherë hiqnu meje më lini të lirë. E thiri Zotin e vetë, këta janë popull kriminal. Ne i tham, tërhiqu me robërit e mi natën se do të jeni të ndjekur. Dhe lëre detin ashtu të qetë, të hapur, se ata janë ushtrit që do të përmbytet. Sa kopshte e kroje kanë lënë, edhe arat të mbjedha e vendet të bukura, dhe sa të mira që i kanë përjetuar. Ja, ashtu atë u alëm në trashëgim një populli tjetër. Për ta nuk qajtën as qielli e as toka dhe atyre nuk ju dha afat. Ndërsa ne i shpëtuam Beni Israilit prej vuajtjeve ndënçmuese. Prej faraonit, vërtet a ishte mizor i pakufishëm. Ne i patëm zgjedhur ata, besimtarët, Beni Israilit, me vetdije ndër njerëzit e asaj kohe. Dhe u dham argumente mrekulli në të cilat patëm përvojë të qartë. E këta populli yt me siguri do të thonë, s'ka tjetër vetëm ajo vdekja jone e parë dhe ne nuk do të ringjallemi. Nëse jeni të vërtet çka thoni, u thon Muhamedit e besimtarëve, na sillni pra në jetë etërit tan të vdekur. A janë ata idhujtarët më të fortë apo populli i Tubeit dhe ata që ishin përpara tyre, ne ata i zhdukëm sepse ishin kriminal. Ne nuk i krijuam qetë e tokën dhe çka ka ndërmjet tyre pa një qëllim. Por ne i krijuam të dyja me qëllim të caktuar, mirë po shumica e tyre nuk dinë. S'ka dyshim se dita e Kiametit ku kryhet gjykimi është caktimi të gjitha atyre. Në atë ditë nuk bën dobi asgjë miku për mikun e as nuk mund të ndihmohen. Përjashtim bën ai që e mëshiron Allahu, se ai është ngallënyesi i mëshirshmi. Është e vërtet se pema e zekumit do të jetë ushqimi i mëkatarëve, vlon si katran, si peshkveja në barqet, ashtu si vlon uji i val. U thuhet engjive për mëkatarin, rëmbene e grahne në mes të xhehenemit.
dhe hullni mbi kokën e tij ujin e val e shtonja mundimin. I thuat, shijoje se ti ai i forti i autoritetshmi. E ky është ai dënimi për të cilën dyshonit. Vërtet, ata që i patën frikë Zotit janë në vende të qeta. Janë në xhenete e në burime që rrjedhin. Veshin petka nga mëndafshi e kadifeja ullur ball për ball. Ja kështu edhe i martojmë me bardhoshe symëlla me hyria. Aty kërkojnë të sillen çdo lloj peme dhe aty janë të sigurt. Aty nuk do të përjetojnë vdekjen përveç asaj të parës në dynja. Ata i shpëtoi Allahu prej vuajtjeve të xhehenemit. Ato të mira janë dhurat nga Zoti yt, e ai është shpëtimi i madh. Ne u a bëm të lehtë atë, Kuranin, në gjuhën tënde, ashtu që ata të marrin mësim. Me që nuk po marrin mësim, ti pra prit se edhe ata janë duke pritur. Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Ha Mim. Spritja e librit është prej Allahut, të gjithfuqishmit të urtit. Për besimtarët ekzistojnë argumentet në qiell dhe në tokë. Për një popull që sinqerisht është bindur, ka argumente edhe në krijimin tuaj, edhe në krijimin e shtazëve të përhapura. Edhe në ndërimin e natës e të ditës, në atë furnizim që Allahu e lëshon prej qiellit dhe me të, pasi të ketë dekur e ngjall tokën, edhe në qarkullimin e errërave për një popull që logjikon ka argumente. Këto janë faktet të Allahut që po t'i lexojmë ty në mënyrë të saktë, cilës fjalë pra, pos fjalës së Allahut dhe argumenteve të tij, ata i besojnë. Çdo gënjeshtar e shumë mëkatar është i shkatruar, që i dëgjon ajetet e Allahut të cilat lexohen e pastaj vazhdon prapë si me ndjemall, sikur nuk i ka dëgjuar ato, atë lajmëroje për një vuajtje të dhëmshme. Edhe kur të mëson diçka prej ajeteve tona, ai merr ato për tallje, për të tillët pason një dënim shtypës. Përpara tyre e kanë xhehenemin që i pret dhe nuk do të bëj dobi asgjë ajo që kanë fituar e as ndihmësit që i adhuruan pos Allahut, ata do të përjetojnë një dënim të madh. Ky Kurani është një udhërfyes i plot, e ata që nuk i pranuan ajetet e Zotit të tyre i pret një dënim më i mundimshëm. Allahu është ai që për ju e nështroi detin që me lejen e tij të lundrojnë anijet nëpër të, që të kërkojnë begatitë e tij, ndaj falënderonie. Dhe për ju nështroi gjithë çka në qiell dhe çka në tokë, një mend për njerëzit që mendojnë thellë, në to ekzistojnë argumente. Thuaj ju atyre që besuan, le t'ua falin atyre që nuk presin dëshkimet e Allahut, pse nuk besojnë, ashtu që ai vetë ta dënojnë një popull për shkak të veprave që bëjnë. Kush bën vepra të mira, bën për vete, e kush bën keq, bën kundër vetes, pastaj do të ktheheni te Zoti juaj. Ne u patëm dhënë Beni Israilive librin dhe pejgamberllëkun dhe aftësi për të gjykuar në mes të njerëzve, i patëm furnizuar ata me të mira dhe i patëm dalluar nga njerëzit e tjerë. U patëm dhënë edhe faktet e qarta për çështjen e fesë, mirë po, për shkak të zilisë që kishin ndërmjet vete, ata u përçan vetëm atëherë kur u erdhi dija që ta kuptojnë, s'ka dyshim se Zoti yt në ditën e Kiametit do të gjykojë në mes tyre për shkaqet e përçarjes së tyre. Pastaj, ne të vum ty në një rrugë të drejtë të fesë, pra ti ndiqë atë e mos ndiq dëshirat e atyre që nuk dinë. Ata nuk mund të mbrojnë ty për asgjë te Allahu, zhullumçarët janë miq të njëri tjetrit, kurse Allahu është mbrojtës i besimtarëve të devotshëm. Ky Kurani është dritë e dijes për njerëz, është udhëzues e mëshirë për një popull që beson bindshëm. A menduan ata, të cilat vepruan në të këqija, se në jetën e tyre dhe në vdekjen e tyre do t'i bëjmë të barabartë me ata që besuan dhe bën vepra të mira? Sa i shëmtuar është gjykimi i tyre. Allahu krijoi edhe qiejt edhe tokën me një drejtësi precize, e për t'u shpërblyer secilit njeri me veprat e veta, atyre nuk u bëhet e padrejtë.
A e ke parë ti, Muhammed, atë që duke e ditur dëshirën e vet, e respekton si Zot të vetin, atë Allahu e ka humbur, ja ka mbyllur të dëgjuarit dhe zemrën e tij, ja ka vënë perden mbi të parit e tij. Më thuaj, pos Allahut, kush mund ta udhëzoj atë? A nuk merrni mësim? Ata edhe thanë, nuk ka tjetër vetëm se kjo jetë jona në këtë botë, po vdesim dhe po lindemi dhe asgjë nuk na shkatërron tjetër pos kohës. Ata për këtë nuk din asgjë, ata vetëm fantazojnë. E kur atyre u lexoan ajetet tona të qarta, ata nuk kanë fakt tjetër pos të thonë, nëse jeni të sakt na sillni të gjallë prindërit tanë. Thuaj, Allahu juve ju jep jetën dhe ju bën të vdisni, e jo koha, mandej do t'ju të bojë në ditën e gjykimit për të cilën nuk ka dyshim, por shumica e njerëzve nuk dinë për fuqinë e Zotit. Sundimi i qiejve i tokës është vetëm i Allahut, e ditën kur ndodh kiameti, atë ditë mohuesit dëshpërohen. Dhe atë ditë e sheh se cilin popull thirret te libri i vet, shënimet e veprave. U thuhet, sot shpërbleni me atë që e keni vepruar. Ky është libri ynë, shënimet e veprave tuaja që dëshmon të vërtetën, të saktën, ne kemi kërkuar të shkruat se ç'vepronit. Sa u përket atyre që besuan dhe bën vepra të mira, Zoti i tyre i merr ata në mëshirën e vet, në xhennet, e ai është shpëtim i madh. E sa u përket atyre që nuk besuan, u thuhet, a nuk ju patën lexuar argumentet e mia, e ju bët mendje mallësi dhe ishit popull i zhytur në mëkate. Edhe kur u thuaj se premtimi i Allahut është dhe se do të vijë kiameti për të cilin s'ka dyshim, ju thatë, ne nuk dim se ç'është kiameti, e ne me dyshim menduam për te dhe nuk jemi të bindur.